Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderimet I takojnë vetëm Allahut, Zotit gjithësisë. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Atij e kërkojmë ndihmën. Mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, dhe për mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtara që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni bashkë. Allahun e lutem që inshallah të ne pranoj këtë ditë xumoje. Mirësitë dhe bereqetin e ditës xumoje inshallah të na japi Zoti. Pse është e veçantë, është mirësi për njerëzit, falje, mëshirë e madhe. Ka ardhur një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe I thot: Ja Rasulullah, unë do të pranoj Islamin, por kam një pengesë të madhe. Çfarë ke? I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kam bën shumë gjinafe. Qindra mijë gjinafe. Apo jeta ime ka qenë gjitha në gjinafe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I thot: nëse ti e pranon Islamin, Allahu xhelle xhelaluhu do t'i fshijë gjinohet. Po me kusht që të pendohesh edhe të vazhdojsh në vepra të mira. Aleikum selam. Pra, nga xumaja në xumë, Allahu xhelle xhelaluhu besimtarit dhe besimtarës ja fal gjinohet e vogla. Të shtedohet me pas kujdes që mas me ulshu në gjinafet mëdhoja dhe veçanërisht ato lloj gjinafesh që kanë të bëjnë me njerëzit e tjerë. Apo si to a them ma shqip, haku I huj. Allahu xhelle xhelaluhu thotë: e pres robin tim me shumë lloj gjinafesh. Ja fal robit tim shumë lloj gjinafesh. Ama nuk mund të rregulloj punën e hakut huj. Pra ne thot, më hesni me një grumull të madh gjinafesh. Sa shku me detit? Letjen, vetëm mos më hesni me hakun e huj. Pra është diçka që duhet kompensohet. Duhet shkohet me u likujdu, me I kërku falje, me I kërku hallalekun, sepse është barë shumë e ranë, sa që Allahu xhelle xhelalu nuk merr përsipër që ti bësh pa drejtësi I personi edhe Allahu ta fshijë të pa drejtësi, sepse atëherë Zoti na ruaj se nuk ndodh për Zotin me bë Allahu pa drejtësi ndaj njerëzve, Allahu na ruaj. Kemi folë për lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jemi dy aty ke lutje 26. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej vazhdimisht edhe thoshte: o Allah, na mbroj nga padrejtësia dhe zullumit që na bëjnë njerëzit e tjerë. Padrejtësia e dini ç'do të thotë, zullum e dini ç'do të thotë. Pra të cënosh të drejtën e dikujt, pa të pasaj asnjë lloj haku, asnjë lloj borxhi. Keni ngjuar vazhdimisht për këtë. Njerëzit këtij lloji zullumi ju kanë ushtruar me mishë me shpirt. Pra deri në vrasjen e miliona njerëzve. Pa drejtësi ndaj tjerëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte shumë merak këtë çështje. Edhe vazhdimisht lutej: o Allah, na ruaj nga padrejtësitë që na bëjnë njerëzit e tjerë. Padrejtësia është ajo që do të dali përpara njerëzve në ditën e gjykimit. Wa aleikum selam. Edhe do të dëshmoj: unë jam nga filani. Unë jam pa drejtësi e filanit. Unë jam haku I filanit.
para Zotit, para njerëzve, në fush të mahsherit. Pra në atë fush ku njerëzit do mlidhen, edhe nuk kanë ka më shku. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej pse duke e ditë që shumica e njerëzve do të bashkëpunojnë me shejtanin e mallkuar. Do bashkohen bashkë edhe do bëjnë zullum. Deri atje sa që ti thosh njeriu tjetër, pse jeton ti, ti jetoj vetëm unë. Deri atje sa me I morë edhe shpirtin atij që ti mos tjetosh. Ti jetoj vetëm unë. Pasurit kem vetëm unë. Edhe asë njëri në botë mos të ketë mo. Apo padrejtësia ndaj njerëzve të papërkrahje. E të mërshme. Shkili me kam se s'kanë këto, nuk janë zot, janë dobët, janë varfër, janë papërkrahje këto. As shteti si përkrah, as njerëzit jo, shkilni me kam këto njerëz. Pasha Allahun, në ditë në gjykimit, kjo lloj llogarie do t'jetë shumë e rrept. Njeriu do të dëshirojë që mos t'isha kriju hiç, vetëm mos dalt me dhonë këtë llogari. Pra, shkatroj njerëzit e tjerë. Kjo ka ndodhur në ju, na ka